21 vjeçari shqiptar në Itali akuzohet për abuzim ndaj turistes gjermane, modeu dhe përfitoi. Një 21 vjeçar shqiptar është vënë në hetim në gjendje të lirë nga prokuroria e Riminit për dhunë seksuale. Është akuzuar nga një turiste gjermane, 18 vjeç, e cila po kalonte pushimet në Rivierën italiane gjatë fundjavës së parë të korrikut së bashku me dy shoqe. I riu, i cili jeton prej vitesh në Itali, ishte njohur me 3 vajzat, të gjitha bashkëmoshatare të ardhura nga Gjermania. Të katërt kishin lënë takim në një diskotek në Rimini mbrëmjen e së dielës 5 korrik, sipas rrëfimit të vajzës. Pasi kishin kaluar disa orë së bashku, 4 të rinj kishin shkuar në plazh pasi kishin konsumuar sasi të mëdha pijesh alkolike. Më pas, 2 të rinjt ishin veçuar nga grupi. Në këtë pikë, gjithmonë sipas dëshmisë së 18 vjeçares, 21 vjeçari dyshohet se e kishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale kundër vullnetit të saj. Ajo kishte bërë rezistencë me të gjitha forcat, por ai kishte mposhtur dhe zhveshur me forcë, duke përfituar nga gjendja e saj e dehur. Të nesërmen vajza u paraqit në komisariatin e policisë për të bërë kallëzim. 21 vjeçari mohoi akuzat. Sipas versionit të tij, mes të dyve ka patur vetëm disa puthje dhe marrëdhënia ka qenë me pëlqimin e vajzës. Klienti im është i bindur për pafajësinë e tij dhe për të dëshmuar qetësinë e tij, u dorëzoi pas një hetim të brendshme të tij forcave të rendit për ndërhyrje në analizave, shpjegoi avokati. Prokuroria e Riminit i ka kërkuar gjyqtarit për hetimet paraprake të zhvillojë një procedurë të posaçme për marrjen e provave me qëllim rindërtimin e dinamikës së mbrëmjes që 2 të rinjt kaluan së bashku.